profesionisti? Po, kanë ardhë dhe kur është drejtu, ndërsa kanë qenë gjëra interesante që po du me ndo, se në asnjë mënyrë nuk bëj emra as persona, por veç po du me ndo një eksperiencë me një rast për shembull kur nëna sjell, nëna dhe babaj, sjellin vajzat e veta. Dhe ato janë aq të lidhura me telefonin, sa që kanë fillu me i bërë dhe dëmë vetes, për hir të asaj se janë disa forma që i kushtëzojnë, thash në fillim se kanë edhe disa dhe detyrim të përcjellin ato momentet e ndjekjes së portaleve, sfidave që vinë nga rrjetet sociale. Dhe në këto rrjete sociale ka gjëra interesante që janë të rrezikshme për të miturit. Po. Dhe ato tani kalojnë në faza të rënda që nuk mujnë me menaxhu sjelljen e mirë. Përveç asaj, kur kërkon nëna se edhe babaj kur si do ta bëj unë më të mirën për me largu fëmin nga telefoni, unë kërkoj me ditë se nëna dhe babaj ku janë duke qëndru kur fëmija janë në telefon. Dhe thot se fëmit kanë dhomat e veta, janë në telefon. Babi tyre është në një vend, në një shtrat atje me iPad në dorë, ndërsa edhe unë jam në një vend të caktuar me telefon. Atëherë, si do të mund ta përmirësosh çështjen e këtij ambienti kur ne mendojmë se këtu kemi 6 persona dhe i kemi të gjithë me telefon aktiv. Dhe flajnë fëmia me telefon në dorë. Që në shumë të rasteve tregon nëna se unë kur shkoj me i po, ja heq telefonin ja heq telefonin dhe i mloj. Do thot, ata as nuk janë gjendje për të veshur në pijamet e natës, për cilën flajnë me rrobat të ditës. Procedurat para xhumit për... Ja. Kështu që këto janë ato vështirësi të cilat janë në një keq funksionim në tërësinë familje. Nuk është problemi vetëm të përdorimi i tepërt dhe i shfrenuar e i pakontrolluar nga fëmijët, por nga e tërë familja. Atëherë, unë thamë se do të vi dikush te ju, ta ndërpres atë pjesën e rrjetit të internetit dhe ta bëj me kohë të caktuar. S'paku 2 orë para gjumi, ju ta bëni një komunikim familjar për të pasur se kush çka bëri mbrëmje ditës. Roli të tregohet i secilit, detyrat, përgjegjësitë ose edhe vështirësitë e njërit nga anëtarët që nuk mundet me marrë veten mbrëmje ditës, ose edhe ka nevojë për ndihmën për t'i kaluar disa vështirësi të veta për cilët fëmijët kanë disa vështirësi dhe sigurisht se do të mund t'i përmirësojnë nga ndërhyrjet e prindërve. Tham, pika e parë është një model i mirë që ju s'paku 2 orë ose 3 orë para gjumi ta ndërpreni rrjetin dhe telefonat t'i leni larg, bashkëbisedoni në një tryezë të rrumbullakt dhe atëherë krijoni një mundësi të mirë të re të një komunikimit të ndërsjellët mes vete, pastaj dal nga dal sigurisht që do të përmirësohen edhe rrethonat tjera. Mu kujtuni krejtësisht, nuk e di tash a ka qenë shaka kështu mes miq apo diçka e tillë, e di që ka thonë dikush, u ndal rryma edhe mra me nejt me këta të shtëpisë, shumë njerëz të mirë ishin. Po, i njofta. Po, i njofta.